Mbështetja e vazhdueshme e Mërgatës për vendlinjen po vazhdon të sjellë gëzim dhe motivim për gjeneratat e reja. Në prag të festës së Fitër Bajramit, nxënësit e shkollës fillore në fshatin Çajr janë gëzuar me një donacion prej 110 pakosh dhurata të siguruar nga bashkëdhetarët që jetojnë dhe punojnë në Vjen të Austrisë. Ky donacion është realizuar me ndërmjetësimin e bamirësit Sinan Elezi, i cili ka mundësuar që pakot festive të arrijnë deri tek të gjithë nxënësit nga klasa e bardhë deri në të 9-ën. Pakot janë pritur me entuziazëm nga fëmijët, duke u ashtuar gëzimin në ditët festive. Svet këtë muaj në shenjtë të Ramazanit, të gëzosh nxënësit e shkollës, vuhem vullnet për tije, e vu faleminderojmë Zoti vu dhash net, reqet, lumturi, gurbeqarve Çajrës, po ashtu ta shfrytëzoj rastin i faleminderojmë në stafit shkollës që kanë dhënë një kontribut të madh për nxënësit e Çajrës, me vërtet nxënësit e Çajrës dalin kuadrat mera dhe dalin kvalitet, amon ajo o stafi e arsimtar dhe udhëties së shkollës që kanë dhënë kontributin ative dhe ative vu faleminderojmë. Tu ka 110 pakë për gjithë nxënësit pi klasës parë në klasës 9. Qiti shfrytëzojmë këti, gëzojmë fëmijët, se fëmija gëzohet për këta festet të Bajramit dhe inshallah Zoti na pranoft në Ramazanin. Nga drejtoria e shkollës shpreh mirënjohës për këtë kontribut, duke theksuar se mërgjimtarët kanë qenë gjithmonë mbështetje e rëndësishme për zhvillimin arsimor dhe jetën shoqërore në fshat. Sipas drejtoreshës qeftësore Sinan Velia, ndihma nuk ka vetëm vlerë materiale, por përçon një mesazh të fortë solidariteti dhe përkujdesjeje për të ardhmen e fëmijëve. Fshati Çajr më tani është ndruar një fshat i donacioneve, pasi kjo nuk është hera e parë që kemi donacione të tilla. Faleminderoj përzemërsisht bashkëfshatarët e vendit tonë me punë në Austri dhe zotri Sinan Elezi si ndërmjetësues i këtij donacioni që t'i gëzojnë fëmijët. Kjo nuk është hera e parë siç e përmenda, po çdo herë i gëzojnë fëmijët në festa të ndryshme si Bajrami e kështu me radhë. Ndërkohë, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, drejtoresha qeftësore Sinan Velia bën me dije se në Çajr janë organizuar edhe aktivitete të shumta bamirësie, përfshirë iftare të përbashkëta dhe ndihma për familjet në nevojë. Ai thotë se këto iniciativa po e kthejnë fshatin në një shembull të bashkëpunimit të suksesshëm mes diasporës dhe vendlindjes. Vonë patëm një donacion ushtruar një iftar nga një donator anonim dhe me participim të mësimdhënësve. Po ashtu në fillim të muajit Ramazan patëm edhe një iftar të shruar nga kuzhina e Mona, me iniciativë të vetë nipit të tij të nxjerrit Nexhat Murtezani, i cili kishte dëshirë që të shtrojë përbash moshatarët e tij një iftar. Faleminderit të gjithëve dhe shfrytëzoj rastin një herë uroj agjërim të pranuar dhe urim me Fitër Bajramit. Aksionet e fundit vlerësojnë se kjo frym solidariteti ndihmon lidhjen e fortë të mërgjimtarëve me rënjët e tyre, duke bërë Çajrën një model të humanizmit dhe përkrahjes së ndërsjellë.